Astiri nuk është thjesht një lagje e Tiranës. Nga përmasat që kanë dhe nga jeta ekonomike që zhvillohet, është një qytet brenda qytetit. Mirë, ky është qyteti i vetëm në Shqipëri ku mungon infrastruktura arsimore publike, mungojnë shkollat, mungojnë kopshti, mungojnë çerdhjet. Dhe jo vetëm kaq, mungojnë terrene sportive, mungojnë parqet, mungojnë këndet e lojrave për fëmijë. Ata që e kanë pushtetin në Tiranë dhe në Shqipëri, mendojnë që njerëzit janë bakti, që mjafton vetëm të fusin kokën në një stre dhe janë të lumtur. Mirë, po qytetet dhe qytetarët kanë nevojë për shkollën, për kopshtin, për terrenet sportive, për hapësirën publike. Edhe aq pak hapësirë që ka mbetur, Edi Rama me shok ende po e shfrytëzojnë që t'japin leje ndërtimi, ndërtojnë pallate të larta, ndërvend që ndërtonin shkolla, kopshte, çerdhe, terrene sportive dhe parqe. Është shumë e rëndësishme që qytetarët e Tiranës, kudo qofshin, në Astirë e kudo tjetër, të organizohen dhe të kundërvijen këtij procesi të plaçkitjes, sepse sot që flasim, edhe banimi po bëhet pothuajse i pamundur. Astiri dikur ka qenë një hapësirë e Tiranës ku çmimet ishin të përballueshme. Sipas statistikave që lexova pak më parë, çmimi mesatar i metrit katror në Astirë është nga 1400 deri në 1900 euro metri katror. Si mund ta përballojë një punëtor, njeri i shtresës mesme, një çmim të tillë? Këto çmime janë artificialisht larta sepse oligarkët, ata që pastrojnë paratë e pista, politikanët e korruptuar dhe spekulantët imobiliar bëjnë çështje mundur që të fitojnë miliarda në kurriz qytetarëve të Tiranës.